arti suprem i luftës është të nështrosh armikun pa e luftuar atë. Ka thënë Sun Tzu, arti i luftës, një nga strategjisë më ndën të gjitha kohërave. Natyrisht jetojmë në një kohë që luftrat, konfliktet janë pjesë e përditshmërisë tonë, që nga ato gjeopolitike deri te luftrat e brendshme politike. Më kujtohet këtu një shprehje Petro Markus që tha linda në furtunë, jetova në furtunë dhe më shkoi jeta dhe po mbaron jeta po në furtunë. Ky ndoshta është fati i shqiptarit, qoftë edhe në shekullin e 21. Sot kam nderin kënaqësinë të flas me të ftoj në podcast zonjën Edith Haxhi, një diplomate karriere, politikane e mirënjohur dhe natyrisht fillesat e saj ka pasur në organizata ndërkombëtare për të bërë një bisedë shtërruese gati për gjeopolitikën, për politikën e jashtme të Shqipërisë, atë të sigurisë dhe natyrisht për zhvillimet politike brenda vendit. Zonja Haxhi, mirë se vini. Faleminderit shumë për ftesën, kënaqësi të jam me ju. Në fillesat tuaja të karrierës akademike po dhe profesionale, ju keni një formim shkenca politike dhe marrëdhënie ndërkombëtare në universitetet të njohura në Turqi dhe në Britaninë e Madhe. Dhe natyrisht keni një eksperiencë spikatur kur keni punuar për zyrën e UNMIK-ut në Kosovë disa vite përpara se nisi rrugtimin politik dhe diplomatik në Shqipëri. Mund të na thoni diçka më tepër në lidhje me këtë periudhë shumë sfiduese për shtetin e Kosovës, sepse ishte faza e konsolidimit të institucioneve të tij. Kosova ka qenë, mendoj, një nga pikat më të prekshme dhe më interesante të gjithë karrierës time në këto vite, 35 vite, mund të them. Për faktin sepse shkova në Kosovë në një periudhë që ishte menjëherë mbas përfundimit të luftës, por mbasi kisha punuar gjatë periudhës që isha në Ankara, pikërisht me çështjen e Kosovës dhe me luftën e Kosovës dhe me qeverinë e Kosovës në mërgimin atë kohë. Kështu që vetëm në Kosovë ishte për mua një kurorëzim i gjithë asaj pune akademike, por edhe profesionale që kisha bërë për Kosovën, po jashtë Kosovës. Dhe u mundova që në Kosovë, përveç punës që bëja me UNMIK-un, që ishte misioni i Kombeve të Bashkuara në atë kohë dhe pikërisht isha në shtyllën 2 si këshilltare politike pranë zëvendës shefit misionit UNMIK-ut, u mundova që të marr pjesë edhe në disa zhvillime të tjera sociale dhe politike, dhe për këtë arsye vendosa që të ligjëroj të jap mësim në Universitetin e Prishtinës. Ishte viti i parë që hapej në Kosovë shkencat politike, kështu që isha në nukleusin e parë të 3 profesorëve të parë në atë kohë në shkencat politike në Kosovë, së bashku me Ermal Asimin dhe Bernard Zenelin. Dhe më pas na u bashkua edhe Edita Tahiri, e cila u kthye në atë kohë nga Harvardi. E them këtë sepse puna që bën në terren, dhe sidomos me studentë, dhe ju e dini këtë shumë mirë sepse keni shumë vite profesor në universitet ligjëroni, është e tillë që t'jep atë dimensionin njerëzor, dimensionin human dhe të bën që të njohësh me të vërtetë jo vetëm karaktere njerëzish, por në të njëjtën kohë dhe situata, të cilat ti mund mos t'i dish duke punuar në një organizatë ndërkombëtare apo duke punuar në një institucion tjetër. Kështu që pikërisht këtë më bëri mësimdhënia në Kosovë, për dhe aktiviteti social dhe politik që pata në atë kohë. Tani duke parë Kosovën sot. Pak, sepse më ngacmon dy pyetje lidhur me përshkrimin ju sapo bëhet. Nga njëra anë, bota universitare, universiteti duhet të thënë që Kosova ka bërë hapat galopant përpara. Në momentin që nisi krahasim me tani, për shembull, Kosova ka një projekt shumë sfidues, ambicios, Universiteti i Prishtinës, për të tërhequr shqiptarët përveç Kosovës më të spikatur në botë dhe për t'u ofruar pozicione permanente pa thithja e trurit që thënë ndryshe që ka bërë qeveria demokratike nga viti 2005-2013. Por nga ana tjetër kemi sfidën e institucioneve. Pra Kosova ka qenë, si thua, me kriza institucionale në atë periudhë, për vetë natyrën e krijimit shtetit të ri, por natyrisht vazhdojnë krizat edhe sot e kësaj dite. Si mund të komentoni? Dgjoni, është interesante të shohësh zhvillimin e Kosovës në këto 20 vite. 20 sa vite, sepse tashmë po shkojmë drejt 25 vjetorit. Dhe çfarë shoh në të? E para, në momentin që hyn në një ambient studentësh dhe në një ambient ku arsimi është jo thjesht një detyrë që ti duhet ta bësh në jetë, por është për të nxënë me të vërtetë. Dhe kështu merrej arsimin në atë kohë në Kosovë. Të flas këtu për periudhën 2001, 2002, 2003, 2004. Aty kupton që ky është një vend që ka një të ardhme. Në momentin që shef që një klasë shkencave politike, megjithëse është e para, ka mbi 200 studentë dhe në ato 200 studentë, 60% janë studentë të shkëlqyer, të cilët lexojnë pavarësisht kushteve që kishte Kosova në 2001, 2002, 2003, lexojnë letërsi politike ndërkombëtare
dhe sidomos ato amerikane, dhe ndjekin xhornalet më të mëdha politike, aty kupton që ky vend ka një të ardhme. Dhe kur u ktheva nga Kosova në vitin 2005, më merrnin, më intervistonin media të ndryshme në Shqipëri. Dhe mundohesha pa asnjë lloj droje të thoja, Kosova është përpara Shqipërisë, që në 2005, sepse shija formimin e administratës në Kosovë, pavarësisht që ata kishin dalë nga lufta, kishin dalë nga arsimi i podrumeve. Kjo është kohë deri sot. Dhe sot e kësaj dite unë mendoj që Kosova është përpara Shqipërisë për sa i përket formimit akademik, por edhe academic research, kërkimit janë më të shkencor. mirë paguar administrata në Kosovë, profesorët, E mjekët. vërtet, janë më të mirë paguar, kanë më tepër element kërkues shkencor, i kanë dhënë më tepër vëmendje kërkimit shkencor se sa në Shqipëri në këto vite. Dhe fundit me të vërtetë thithin trurin. Çfarë ndodh? Ata të cilët janë jashtë dhe bëjnë studime akademike jashtë, ata janë të ndërlur me tema të ndryshme me profesoratin Kosovë, me kërkuesit shkencor në Kosovë. Dhe kjo është një simbiozë shumë e mirë për të avancuar Kosovën. Ate i shifni vetëm Kosovën në lëmin e IT-s dhe inteligjencës artificiale, nuk ka të krahasuar me asnjë vend në Ballkan. Dhe aty po thithet truri dhe nga Amerika, më së shumti apo dhe nga Evropa. Tani, duke parë këtë zhvillim të Kosovës, që unë 2005-ën thoja që nuk krahasohet me Shqipërinë, sepse është një vëzhgim shumë i holl psikologjik i natyrës njerëzore, por natyrisht edhe historisë më parshme të dy vendeve. I marr si dy vende sepse të tilla kanë qenë, pavarësisht që jemi dy vende. Them që sot është shumë e avancuar në çdo sektor, edhe në menaxhimin e krizave politike. Kosova është më e avancuar se Shqipëria. Edhe në menaxhimin e situatave ekonomike, krizave ekonomike, është më e avancuar se Shqipëria. Ne kemi thënë shpesh se zonja Axhi, por kemi parë një vit nga kriza në krizë në Kosovë. Pas një vit vështirë, kur s'kemi pasur një qeveri për gati një vit. Tani kemi krizën e presidentit, kemi pas një krizë parlamenti. Si shpjegohet? Është e vërtet, ka dhe shumë vende të tjera, keni parasysh Hollanda përpara disa vitesh mbas fitores që pati Partia e Djathtë. Nuk do përdor term ekstrem i djathtë sepse jam kundër këtij termi, Partia e Djathtë. Në Holland kaloi një periudhë disa mujore deri në një vit e gjysmë. Jam dakord, dhe Belgjika dhe Çekia po ka vende të konsoliduara në rastin e Kosovës. Ne nuk mund të marrim referencë, ne nuk mund të themi gjithmonë të relativizojmë themi po këto janë vende të konsoliduara, po kjo s'është vend. Kosova është vend i konsoliduar për mua. Është shumë e konsoliduar se sa Shqipëria sot.